pse një numër i mirë, nuk tham i madh, një numër i mirë i hoxhallarëve janë pjesëmarrës në këto rrjete sociale. Pse? Se aty është xhamati. Në xhami i nxeh 50 veta, 100 veta, 500 veta, 1000 veta. Ama ti kije 5.000 veta, 10.000 veta, 50.000 veta, 100.000, 200.000, 250.000, 300.000 i ki. E tash, ku është ma mirë me folë, para 50 vetave, 100 vetave, apo para 200.000 vetave? Ma si xhamati është aty edhe ti si hoxh dush me konë aty. Nëse ai shkon me lyp sherin, ti ofroja khejrin. Ku është ai aty? Bile, ne ka mundsu Allahu dhu xhelal që tash, jo me hin në odat i me hin gjep. Për para, për me desh me bo davet dikan, që sokon i xhamis është dash me shkuti me ten qashime, me shku me ten qajtore, me shku në kafe. Ndoshta dikush ka mendu me shku edhe në diskotek me te, me bo davet me prunë xhami. Sot ti pa shku të aj hiq, pa shku ti të aj hiq, jetë të aj. Jo në kafe në qajtore, po je me atë vazhdimisht 24 orë në përmes këtij zhvillimit teknologjik edhe këtyve mundësive që na ka ofruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe për këtë shkak do thotë ngulfatja nuk është zgjidhje, liria pa kufi nuk është zgjidhje, kanalizimi është zgjidhje.